Lejoni shumë shkurtimisht të tërheq vëmendjen te një tjetër konflikt i hapur më pranë vendit tim, ku udhëheqja e presidentit Trump gjatë mandatit të tij të parë solli Kosovën dhe Serbinë më pranë se kurrë drejt një marrëveshjeje përfundimtare paqeje. Presidenti i Kosovës që aso kohë u ndalua të udhëtonte drejt shtëpisë së bardhë në mënyrë brutale për të nënshkruar atë marrëveshje në praninë e presidentit Trump. Dhe në fakt kjo ishte ajo çfarë u bë nga ai prokuror sikar që përndoqi edhe vetë presidentin Trump dhe për këtë u bë i famshëm botërisht. Sot, presidenti i Kosovës ka kaluar 6 vjet në një paraburgim nga një gjykate posaçme në Hag sponsorizuar nga një sër shtetesh demokratike, disa prej tyre të pranishme këtu, që duhet ju vi turp nga ajo lloj drejtësie ndërkombëtare. Vetëm javën e kaluar, zoti president, një tjetër prokuror i financuar nga ky vend i madh e tatim paguesit e tij kërkoi 45 vjet burgim për të. Një kërkesë që shkaktoi një val tronditse poshtërimi në të gjithë tërsinë e një vendi paqëdashës. Dhe në këtë moment ka vetëm disa muaj që qëndrojnë midis një njeriu që u ngrit nga rezistenca ndaj spastrimit etnik për të bërë paqe bërës dhe një rezultati shkatrimtar në një gjykatë që deri tani ka dështuar në çdo hap të vetin t'ju përmbahet standardeve të drejtësisë demokratike. Për hir të Zotit, zoti president, le të bëjmë diçka përpara se, siç thoni ju, gjëra shumë të këqija të mund të ndodhin sërish. Edhe një herë, faleminderit shumë që përfshit Shqipërinë në këtë nismë fisnike, duke sjell miq, duke qenë miq të afërt me Izraelin dhe me vendet arabe, shpresojmë fort jemi një vlerë e shtuar e vizionit tuaj të